tani përdorimi i telefonave apo i kompjuterit dhe tableteve të ndryshme është rutinë, është përditshmëri. Problemin më të madh e bën lodhja, e bën tharja e syve, kështu që te fëmijët ka disa rekomandime, dhe pse unë jam prind një vajze të 7 vjeçare e gjysmë më ashtu 8 dhe e kam problem të menaxhoj kohën. Po është mirë fëmijët deri në moshën 2 vjeçare fare mos të përdorin tablete më ashtu, prej moshës 2 deri në 5 vjeçare 1 orë ose 2 orë në ditë, dhe pas kësaj moshe 1 orë, të më shumë 1 orë ose 2 orë, po duhet të bëjmë pauzat shpeshta, se pikërisht shikimi në tablet bjen lodhje, bjen shqetësime dhe tharje të syve, të më ashtu. I bjen gjitha këto për sa shpejt mundet me e dëmtu të pamërit? Dëmtim të pamërit në term klasik si dëmtim, nuk ka dëmtim që ne e dim, po ka shumë studime që japin se fëmijët të cilët shikojnë afër, pra më thash se të pamëri zhvillohet, apo zhvillohet dhe në moshën 7 vjeçare 8. Dhe nëse një fëmijë ka potencial për dioptri dhe qëndron shumë në tablet, edhe shumë afër mund të zhvillohet miopia. Edhe nëse zhvillohet, ajo pastaj është mbetet është e përjashme. Pra, parandalimi është shumë me rëndësi. Shikoni, ne i mbyllim syt në mënyrë pavëdijshme. Dikun 14.000 deri 20.000 herë gjatë ditës. Po në momenti kur lexojmë ose kur shikojmë në tablet, ne nuk i mbyllim syt shumë më pak, i mbyllim 14 deri 20 herë në minutë, në kushte tjera 5 deri në 7 herë. Pra është shumë me rëndësi pauzët dhe kujdesi gjatë përdorimit të gadgetëve. Po, e ce këtë kufirin e rekomanduar të kohës para ekranit, por për ata fëmijë cilët ndoshta i është dobësuar shikimi prej kohës gjatë që qëndrojnë para ekraneve, a mund të rikuperohet pastaj shikimi në rast se prindrit e sjellin kohë tek oftalmologu për kontroll? Po, në shumicën e rasteve po. Shikohet bëhet një kontroll. Çka i rekomandohet të raste të tilla, për shembull, një fëmijë që qëndron shumë para ekraneve dhe çka i rekomandon doktori? Varet a ka dioptri ose jo. Të përdor sa më pak telefonin, të del jashtë, aktivitete fizike. E qartë, a mund të rikuperohet pas syze, po vetëm me terapi? Tash më varet se si është, nëse ka nevojë për syza, dohet syza, nëse nuk ka nevojë për syza, vetëm pauza dhe largimi nga gadgetet.